Në një konferencë për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se kryeministri Edi Rama nuk mund të qeverisë më vendin pas daljes së të dhënave nga hetimet e SPAK-ut, bizvendës kryeministre Belinda Balluku dhe tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Jam sot këtu për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut nga postet e tyre. Berisha ju përgjigj gjithashtu mbrojtjes që Rama kishte bërë më parë për drejtoreshën e Akshit, duke theksuar se mbrojtja e kryeministrit është më kriminale dhe më e turpshme se vetë akuza. Akshi ka qenë ekskluzivitet total i familjes Rama. Në dosjen e Akshit janë veprat më të shëmtuara në historinë e kombit, vjedhja e plot dhe totale e të gjitha të dhënave të sigurisë kombëtare dhe ato që kanë lidhje me aleancën e Shqipërisë që vijnë nga Aleanca Atlantikut Veriut në Shqipëri. Kreu i Partisë Demokratike përshëndeti protestën e qytetarëve të Vlorës për mungesën e ujit, duke e cilësuar atë si një reagim dinjitoz dhe shembull të fuqisë qytetare. Duhet të përshëndes përzemërsisht qytetarët e Vlorës për protestën e tyre dinjitoze, qytetare, për fibrën e tyre qytetare që reaguan në mënyrën më të fuqishme, ja u zun galar në fyt zyrtarëve makut që kanë vjedh fondet e furnizimit tyre me ujë, fondet e ujësillësit dhe ishin mbledhur të festonin me to. Protestat të qëndrueshme kërkoi edhe në Tiranë, ndërsa paralajmëroi se në janar nis betejë finale për largimin e Ramës. Se rruga e vetme është protesta e qëndrueshme. Të ndahen nga apatia, lodhja, mërzitja, zhgënjimi që i ka pushtuar. Bulevardi është sheshi i fitores, është rruga e fitores. Asnjë prej tyre nuk duhet i thot vetes se sa jemi. Idealet nuk maten me numra. Forca e idealeve nuk matet nga numrat, por nga guximi. Dhe guximi i idealistëve është i pashtershëm dhe triumfues.